Ish futbollisti dhe ish trajneri i Vllaznisë Rudi Vata ka folur me tone optimiste për Kuqeblut në sezonin e ri. Në një intervistë për Star Plus, ai theksoi se shkodranët kanë të gjitha kushtet për të synuar titullin kampion. Shikoj, kam pa Vllaznin 2 ndeshje edhe me Egnatian. Përsoja është që Vllaznia është ajo që më tërhek për momentin më shumë se çdo gjatë tjetër në kampionatin shqiptar, sepse ka edhe trajner stafin shkodran, trajneri Edi Martini sigurisht që është djalë Shkodrët, trajner kampion, futbollist kampion. Është shumë e rëndësishme për kampionatin shqiptar që skuadra e Vllaznisë me kenë dominante ose me i lanë tonin kampionatit, sepse nëse Vllaznia nuk i jep tonin, po ta shikosh në përgjithësi kampionati shqiptar është me skuadra jo fort me tradit, sepse gjitha skuadrat përveç Dinamos, Tiranës, Partizanit, Flamurtarit, pastaj skuadrat tjera janë në një farë mënyrë skuadra që nuk kanë atë traditën historike. Po Vllaznia është Vllazni, ka një staf të mirë, ka një grup shumë të mirë futbollistash. Janë të kompletuar besoj në aspektin e stafit të futbollistave. Kanë stadiumin e mirë, kanë tifozat më të mirë të Shqipërisë, besoj që si mjet është viti që duhet me dorë mos me luftu deri në moment fundit me fitu titullin kampion, sepse nuk i mungon asgjë Vllaznisë për dal kampion. Vata foli edhe për mënyrën se si e shikon kampionatin shqiptar në sezonin e ri. Është herët me fol, sepse janë javët e para të kampionatit, edhe kampionati hala nuk është si tush normalizu. Po ma atë që kam pa, mendoj që janë më të fortë sepse skuadrat kanë investu shumë në tregun e huaj. Sigurisht edhe këto futbollistat e huaj kanë të mirën, po mundën me pas edhe anën negative të tyne. Po unë mendoj që duket si kampionat më kompetitiv edhe më luftarak, sepse janë shumë skuadra që besoj që kanë pretendimet e tyne serioze. Tashmë mbetet në dorën e skuadrës së Vllaznisë që të shfrytëzojë maksimalisht këto avantazhe dhe të tregojë në fushë se është gati për titull.